Ky është projekt ligji nëpërmjet të cilit Edi Rama do të vjedh tokën bujqësore që sot vazhdon të jetë pronë e shtetit shqiptar. Sot që flasim, toka bujqësore shtetërore nuk mund të shitet tek shtetasit e huaj apo tek kompanitë e huaja. Duke hequr këtë kufizim, kjo gjë mund të ndodhë. Dhe kjo nuk bëhet sepse Edi Rama do të tërheqë investitorët e huaj, dhe as sepse do të parafrojë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Por e bën sepse do që të ndaj me ortakët e tij, me oligarkët e tij, shpesh të fshehur pas kompanive offshore, tokën bujqësore shqiptare. Mbi 100.000 hektar tokë bujqësore është sot pronë e shtetit shqiptar, e cila duhet ishte kthyer tek pronarët legjitim, por Edi Rama nuk e bën këtë, por bën projekt ligje të tilla për të ndarë gjithë të pronë shtetërore me miqtë e tij. Por kjo nuk ka për të ndodhur, sepse qytetarët shqiptar treguan që dinë të reagojnë dhe nuk kanë për ta lejuar vjedhjen e radhës. Protesta vazhdon, Edi Rama duhet t'japi dorëheqje edhe për këtë projekt skandaloz nëpërmjet të cilit do të vjedhë popullin më të varfër në Europë. Në fakt, nga ta fillosh, doli ministri dhe na shpjegoi që nuk është ashtu siç mendojmë ne. Nuk fiton 1,3 miliard euro. Ai do fitoj shumë pak, thot ministri, sepse thot do investoj 1 miliard dhe pastaj do marr 1,3 miliard. Kështu që nuk fiton kush e di se çfarë. Po ti praktikisht ju zoti ministër po thoni që do na vi keq ne. Se të investosh 1 miliard euro për 35 vjet dhe të marrësh 1,3, po ky që nga investimi më i keq që mund të imagjinonim. Se si janë asgjë, 30% në 35 vjet, bëjnë llogari të thjesht. 30% në 35 vjet janë më pak se 1% në vit. Po të kishte bler bonot e Thesarit do fitonte më shumë ky zotëria. Ky është për të ardhur keq, zoti ministër. Gjuna, hajtë të mbledhim në një lek. Hajtë të mbledhim në një lek se gjuna e shkreti. Po investon 1 miliard euro, do marri 1,3. Po i bjem qaf kot. Si thoni ju? Të edhin në një lek, ti mbledhim këtu. Sepse ne po i bjem qaf. Po ky si nga ushtari juaj, atë pse thoni është ushtari juaj? Apo ky është kuptimi i është ushtari ynë? Që ai vin me lekët e veta kundër interesit të tij dhe ndërton rrugët për juve. Në këtë kuptim thoshte Belinda Balluku, ai është ushtari ynë. Këtë do të thoshte, që do na shërbej. Po e kuptoni sa qesharak që jeni apo jo? E kuptoni sa qesharak? Duhet kujdeseni para se dilni para mikrofonit dhe të flisni. Se nuk mund na nxirrni ulajn si viktim. I shkreti. Po investon për ne, po bëhet copa për ne. Sa gjuna. Dhe tani, përveç se edhe parat e tij dhe s'fiton asgjë, duhet duroj dhe mua tani që vi sipas teje dhe sipas Taulantit dhe unë i vë gjoba. Zoti ministër, e di e gjithë Shqipëria, zoti ministër, që unë nuk kam nevojë të vë gjoba, shumë e thjeshtë. E din gjithë, e din si kam bërë parat unë, zoti ministër. Edhe Taulanti e di shumë mirë, po gënjen, ja, e mori telefonin tani do iki se... Ashtu, ullë prapë, ri Taulant, ri. Zoti ministër, e di e gjithë Shqipëria se si kam bërë unë parat. Ndryshe nga ju. Unë nuk kam vjedhur. Jam pasuruar me punë të ndershme, unë nuk vë gjoba, gjeni dikë tjetër. Taulanti po, aj se kam një histori Taulant, se na doli kemi një të përbashkë, Taulant, hajde. Hajde Taulant, mosik, op telefoni. Mosik Taulant. Hajde të tregoj një histori të dzenja Taulant, hajde. Atje ku vetë ti. Hajde Taulant, iku Taulant, i ka frikë. Prap da tregoj të gjej njerëzit Taulant. Të dzenja Taulant. Tani, e kuptoni sa qesharak që jeni? E kuptoni tani pse njerëzit kanë dalë, kanë mbushur sheshet? Sepse jeni bërë qesharak. Sepse po i vidhni pa pikturpi. Vin tani dhe mbron një koncesion korruptiv. Ka dalë vetë ajo, ka thënë, ka dalë në përgjime. Është ushtari ynë. Ato parat që ja kemi dhënë, do na e kthej. Do na e kthej me mediat e tij, kur të kemi nevojë, do na dërgoj para. I haruat ato, Taulanti ishte i përfshirë. Mesazhi,
Jam Taulant Balla, më duhen 100.000 euro. Edhe tjetri kishte marrë 100.000 euro dhe me vrap, i kishte futur në një taksi dhe i kishte quar. Ky është mekanizmi juaj. Jepni paratë e qytetarëve shqiptar, ua jepni oligarkëve dhe pastaj ata ua japin prap. Kjo është arsyeja pse po mbushin sheshet, pse nuk ka të ndaluar. Protesta vazhdon, rritet çdo ditë. Kjo është arsyeja. Dhe na dilni këtu tani, na del Bido. O Bido, po çfarë bën kështu më Bido? Po çfarë bën kështu më Bido? Po si mund ta katandisësh vetëm në këtë farë mënyrë Bido? Kaq shpejt. Taulanti ka 30 vjet politik, Bido. Para se të humbiste nderin, moralin, fytyrën, ju dësh kohë. Po si mundesh ti, o Bido, brenda disa muajshve ta katandisësh vetëm në këtë farë mënyrë? Të bëhesh palaço fare. Vete kërkon grekët. Ku janë grekët? Ku janë grekët? Ku janë grekët? I ke parë protestuesit? Po si orë kështu? Këta të pak të në pasuruar, o Bido. Këta kanë bërë shumë para. Nuk e ke iden sa para ka bërë Taulant Ballat. Di vete mbron Taulant Ballën? Po si të vim pak këtur, po Bido? Po nuk bën buri kështu. Nuk bën buri kështu. Mendove se kapi çik pushteti? Se erdhe u fute këtu në këtë sallën tani dhe do marrësh pjesën tënde? Po nuk është kaq e thjeshtë, o Bido. Ti je një drejtor i vogël, Bido. Do duhet kohë. Ha, çka ka bërë Taulant Balla për të vajtur atje ku është. Nuk mjafton të dalësh kundër protestuesve. Le që ke gjetur momentin e gabuar njerë. Se kjo është një anije që po zhytet, po mbytet, dhe do mbyteni gjithë bashk. Tani, Bido, unë kam qënë, ta tregoj unë, Bido, ta tregoj unë, se pa fytyrësia jote nuk ka limit. Atëherë, ta them unë, se çdo ditë del dhe na sulmon, çdo ditë del dhe sulmon protestuesit. Bido, që ta dish, Bido, se duhet të mësosh pak nga Taulanti, se Taulanti gënjen më mirë se ty. Taulanti hape Facebook-un, Bido, dhe lëri sharit, mos shko sharit se si shajnë ty, por shiko datat. Vetëm për rastin e Zvërnecit, shiko datat, Bido, se nuk mund të gënjesh ata, se del, janë aty. Është një media që nuk kontrolloni dot, se po të ishte juaja i fshinit. Në datën 12 maj, Bido, në 12 maj, ky zotëria këtu, ka ngritur zërin dhe ka kruar llogari për atë që po ndodhte. Ka qenë ndër të parët. Ky zotëria, në datën 29 maj, unë, Bido, në datën 29 maj, ka mbajtur një qëndrim, si askush tjetër, ta lexoj, Bido, sa minuta kam, se të jap kohën ty, Bido, më vjen shumë keq, po tani do t'jap se pa fytyrësia jote duhet të përgënjeshtroj, s'kam çfarë të bëj. Ja, Bido, ta tregoj unë. Zoti Shajo, të rreq vëmendjen për fjalorin ndaj kolegëve. Është e dyta herë. Të riq mbrapsht ato fjalë që keni thënë për kolegun. Tani, nëse doni të vazhdoni, nëse s'doni të vazhdoni, koha juaj ka mbaruar. Jo, koha ime s'ka mbaruar, Koha juaj, nuk mund të me që shkon. atëri të riq mbrapsht fjalët që ofendoni kolegët. Të riq mbrapsht fjalët që ofendon kolegët. Kërko falje përpara se të vazhdosh fjalën. Kërko falje për fjalorin e përdorur ndaj kolegëve. Këtu nuk kemi palaço. Nëse ti njeh njëri për palaço, shkoj gjeje në vend tjetër. Dakord? Kërko falje dhe vazhdo interpelancën për çështjen që e ke kërkuar. Dakord, zoti Sheaj? Ke 10 minuta që nuk flet asnjë fjalë për interpelancën, po merresh me kolegët e tu dhe mos harro një gjë. Çfarë the? Atëherë ju tërheq vëmendjen për fjalorin e përdorur. Jepja fjalën ta vazhdoj, duke kërkuar së pari falje për kolegun Bido. Jo, nuk kam 2 minuta unë. Nuk mund të vjedhni minuta, tani mos bëni kështu. Nuk kam 2 minuta. Jo, ne nuk të vjedhni minutat. Kisha 10 minuta. Nuk të vjedhni minutat. Riktheni minutat. Ti do kërkosh falje kolegut për fyerjet. Po rikthej minutat një. Kërko falje dhe minutat i ke aty. Kërko falje. Sepse ky vend nuk është për njerëz që shajnë kolegët në këtë farë feje. Mos harro një moment që këto njerëz jemi këtu në fundit, jemi kolegë me njëri tjetrin. Nuk e as palaço, as legena. Një herë në veten tënde mendo. Ktheja kohën aty ku e la duke kërkuar falje për kolegun Bido. Më jepni kohën, ju lutem. Më jepni kohën. Fillo me kërkimin e faljes ndaj kolegut Bido. Kërko falje ndaj kolegut Bido. Më jepni kohën. Ja ku e ke kohën aty?
Ku është me 7 9 minuta, aty ku e ke lënë. Dhe merru me interpelancën, mos u merr me kolegët. Me jep një kohën, në rregull? Faleminderit. Tani, unë interpelancën po bëj. Po thyen kolegët, të lutem mos u merr me kolegët, zoti Sheaj. Merru me interpelancën. Dgjoj. Të rrem me demek shteti po falë. Data 29 maj, bido. Private. Po na e thuaj ti atër cili është lajmi vërtet, sepse njerëzit duan të dinë kush po investon Kushner apo Kastrati, po investohet në një zonë të mbrojtur, apo po investohet në zbatim të ligjit. E kupton o bido, e kupton sa zbuluar del, e kupton për çfarë kisha fjalën kur të thash që njeriu nuk e humbet dinjitetin në të farë mënyrë se puna jote kështu. Nuk mund të katandise kështu, se e bër gaz i botës. Tani, për sa i takon se iku Taulanti, se Taulanti tani s'ka qa të bëj. Nuk është tu, po unë histori e Taulanti da të tregoj. Sepse Taulanti ka frikë, po ju keni gjithë frikë në fakt. Keni frikë sepse po ndryshon gjithë shka, mendoni se kishit një pushtet absolut. Imagjinoni, Edi Rama është dukur. E vetmja gjë që di të bëj është të mbledhi partin tuaj, t'ju mbledhi gjithë dhe bashkë dhe të talli protestuesit. Parlamenti pratikisht nuk ekziston më për atë, nuk vjen më, shteti nuk qeveriset më, Shqipëria ka marrë vëmendjen e gjithë botës, e gjithë bota flet për protestat në Tiranë, për protestat në Shqipëri, për protestat e qytetarëve shqiptarë. Unë nuk e di nëse ju i shikoni ato pamje dhe nëse nuk ju vjen, nuk e shikoni atë entuziazëm, ju e ndjeni nevojën, ju vjen që të jeni dhe ju aty, se ka një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Në të gjitha rrugët e Tiranës, i keni parë apo s'e keni parë? Apo ju shikoni vetëm grek, iranian, rus, serb? I keni parë? Nuk ju vjen fëmijë tuaj, nuk ju thonë, të vemi se po ndryshon Shqipëria, po e ndryshojnë Shqipërinë, dhe pas tyre protestave, ka një para dhe një pas. Ka një para protestave, ku ju mund të mendoni se mund të bëni çfarë të donit, dhe ka një pas, që nuk vlen vetëm për ju në fakt. Vlen për të gjithë ata që do qeverisin nesër, se ju nuk qeverisni më. Koha juaj ka mbaruar. Protesta e tyre vlen për të gjithë ata që mendojnë se do ulen atë karige dhe do mund të bëjnë çfarë t'ju doj qefi. Për ata po bëhet protesta. Nuk po bëhet vetëm për Edi Ramën. Edi Rama ka mbaruar. Ka mbaruar punë Edi Rama. Shqiptarët kanë mbaruar punë me Edi Ramën. E keni parë se sa i shqetësuar është edhe sepse nuk ka më vëmendje. Nuk e dëgjon më njëri. I provokon ata, jo, jeni kështu, jeni budallënj, nuk kuptoni, po ju gënjejnë. Po ata nuk ju injorojnë totalisht. Edi Rama si ka ikur mendja. Sepse nëse ka një gjë që nuk duron dot, është pikërisht injorimi. E injorojnë totalisht. Totalisht. Rama flet, ata shtojnë. Rama i shan, ata shtojnë. Çdo ditë. Ju prisni tani që jo kampionati botror, jo vapa, jo gushti, prisni të shuhet vetë. Dhe jo vetëm që nuk po shuhet, po protesta po rritet. Po rritet gjithmonë më shumë. Dhe do vazhdoj, ju a garantoj që do vazhdoj protesta. Dhe nuk e di se ku do na çojë kjo protest. Frustracioni i atyre që protestojnë dhe ju që injoroni, ku do shkoj, çfarë do ndodh? Do vinë këtu një ditë. Do vinë juve nga pas. Se ata sa do durojnë? Ndërkohë që kaluam këtu në parlament, donin të hynin në parlament. Po janë qytetarë. Janë qytetarë. Dhe po sillen si qytetarë. Kurse ju jeni të korruptuar. Dhe po silleni si të korruptuar. Çfarë bën i korruptuari? I korruptuari vazhdon e vjedh dhe nuk pyet. Korrupsion më të madh
Se Thuman Kashar nuk ka. Kjo qeveri dhe ministri që erdhi këtu, të cilin e dërgoi Belinda Balluku, se Belinda Balluku për 2 vjet e gjysmë e shmangu interpelancën. S'kisha të thoshte. E shmangu interpelancën. Ministri këtu nuk është ministër, ai nuk e pyet asnjë. Atë ka vendosur aty Belinda Balluku. Jo vetëm atë, si shumë nga ju të tjerëve këtu, edhe shumë ministrë të tjerë aty. Ju vazhdoni të drejtojni nga një korruptuar. Do vi kërkesa, nuk e di nëse ka ardhur kërkesa për arrestimin pas kërkesës, pas akuzave për korrupsion. Ja, i dëgjon deputetët e Belinda Ballukut që mbrojnë korrupsionin. Ju duhet shumë punë të arrini në nivelin e Bidos, ju duhet shumë punë, duhet shumë punë. Bido i qanë, ju nuk e bëni do taj shumë. Bido i qanë. Juve mendoni se a odhët. Ky është një parlament që kemi 4 orë që flasim. Ne ignorojmë çfarë po ndodh jashtë. Ne ignorojmë se çfarë do ndodhi në orën 6. Në orën 6 do dalim prapë në shesh. Duan kokën tuaj. Duan të zhdukin o shumë e thjesht. Nuk duan të shohin më me sy. Janë të neveritur nga ju, nga fjalimet tuaja, nga mbrojtja juaj, nga si mbroni Belinda Ballukun, nga si mbroni Erion Veliajn. Ju ka ardhur majtë undës. Dhe dalin çdo ditë. Ju ignorojni. Ata prapa ty do jenë. Keq e më keq, gjithmonë e më shumë. Gjithmonë e më shumë. Na thot ministri pastaj se kjo është e çështë. Mos u bëni merak, thot se e rregulluam koncesionin. Duhet të paguante shteti? Koncesioni i ri thot, koncesioni i ri nuk do ta paguaj shteti. E kemi falas. Është falas, zoti ministër, koncesioni? Rrugën e kemi falas? Sa rrua ta thoshit. Shkua deri duke thënë, koncesioni ishte në kurisë të shtetit, gjetëm një mënyrë, se jeni mjeshtra, që mos jetë më në kurisë të shtetit. Është falas. Apo arruat një pjesë? Apo arruat të thonit që do të paguajnë qytetarët shqiptarë? Apo kjo është një detaj për ju? Kjo është një detaj. Nuk vidhni më taksat e shqiptarëve. U avidhni parat direkt nga xhepi. Këtë doni të thoshit. Tani, për mua, u a them edhe një, për mua mund të gërmoni, të kërkoni, sa të doni. Pronat i kam të pastra, pjesën më të madhe kam jashtë shtetit, nuk kam as një pronë, as në mal, as në det. Kam paguar taksat kokër më kokër.